أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد فالندريم dhe ladhratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatet, salamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me librin të cilën kemi pasgjedhur të flasim ditëve të hanë. Ai është libri Al-Adabul Mufrad nga dietari Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft, I cili flet për edukatën e besimtarit dhe për moralin e besimtarit, se si duhet të jetë morali dhe edukata e besimtarit në raport me të tjerët. Tha Allahu në Kur'an, duke e cilësu dhe lavdru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Me të vërtet, ti je me një grad të lartë të moralit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shquhej për moral dhe edukat të lartë. Edhe neve Allahu Gjelle Gjelaluhu në tha, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Me të vërtet ju keni shembull të mirë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu Gjelle Gjelaluhu na këshilloi neve që na ta pasojna pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që na ta kemi moralin edhe edukatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E si ishte edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndryshe, çish mund me kuptue këtë edukat të lartë, moral të lartë që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha Aisha radhiyallahu anha, morali I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte Kur'ani. Pra gjithçka që na lexojna në Kur'an, sahabët e kanë pa me sy te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Për shembull, thuaj besimtarëve ta mposhtin shikimin e tyre. Na këtë lexojna. Sahabët e kanë pasur se çysh praktikisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë poshtë shikimin e tij. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala me qenë durimtar. Sahabët praktikisht e kanë pasur si ka qenë durimi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në kam mësuar neve Kur'ani dhe Sunneti se të me qenë xhelos për kufita Allahut subhanahu wa taala. Dhe sahabët e kanë pa praktikisht se si ka qenë xhelozia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për fenë e Allahut, për simbolet sheriatike, për kufita Allahut subhanahu wa taala. Dhe na duhet jemi kështu. Na duhet qëllimin me pas për marrë kënaqësinë e Allahut, të diskutohet. Mirë po na duhet me u mundësu njerëzë me pa moralin të na, jo me ndëgju ata prej neve moral. Se neve na ndodh shpesh me u mundësu njerëzë me ndëgju moral prej neve, ama mos me pa moral të na. Mos me pa moral të na. E sahabët edhe e kanë ndëgjue, edhe e kanë pa moralin dhe edukatën e mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me qenë se Allahu Gjelle Gjelaluhu neve na këshillon që të kemi moral dhe edukat të mirë, Imam Buhariu në këtë libër e ka pru kaptinën e parë se kush janë ata persona që janë më përparsort që na të jemi të moralshëm me edukat të lartë ndaj tyre. Ata janë prindërit tanë. Tha Imam Buhariu, babu qaulillahi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Kaptin dhe fjala e Allahut, na e kena urdhëru njeriun që t'jet I sjellshëm, t'jet I respektueshëm ndaj prindërve të tij. Pra kaptinën e parë në libër Imam Buhariu ka pru kaptinën e respektimit të prindërve. Pse?
Kanë thënë dietarët, këtu kemi një pikë shumë të rëndësishme. Se Imam Buhariu e ka pru kapitullin e parë, respektimin e prindve, për shkak se prindërit janë më përparsorët që na të sillemi mirë me ta. Që na të sillemi mirë me ta. Sigur për na thot neve Imam Buhariu, rahimahullahu taala, o ti i cili po dëgjon dhe po lexon dhe po mediton rreth moralit dhe edukatës së besimtarit e cila gjendet në Kur'an dhe në Sunnet. Unë po të tham ty që gjithë këtë moral të cilën ti e lexon në Kur'an dhe Sunnet, pas Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që kemi përmend, kemi mbajtur ligjërata, ata që janë më përparsor, ata që janë më meritor, që ti të sillesh mirë me ta, që ti të jesh i respektueshëm ndaj tyre, që ti të jesh në kulminacion të moralit ndaj tyre, janë baba edhe nana. Janë prindërit tu. Pse po na don me na këshillu kështu Imam Buhariu neve? Pse ka përmend këtë çështje shumë të rëndësishme Imam Buhariu në fillim të librit? Për shkak se neve na ndodh dhe na dim ndonjëherë me qenë shumë të respektueshëm ndaj të tjerëve. Me qenë shumë të durueshëm, shumë sabërli ndaj tjerëve, ndaj shokut tan, ndaj ortakut tan, ndaj kujshis, njerëzve për jashtë, edhe kështu me radhë. Dhe kur të thu dikush, pse Allah ban sabër në filan, Allah, çështja e ka ta biatë me shkallmoshë. Du të më kuptosh këtu vëlla e kena, pi vllazni vëlla musliman, kujshi e kam, dhe ka përcjellë ashtu, edhe mundohesh maksimum na ndodh neve që me bë sabër për ta ruajtur shoqërinë me dikan në shoqërinë tonë, që ti me bë lëshime, që ti me bë sabër, që ti mos sill mirë, që ti mos sill but. Edhe sa i ta kthen ndryshe. Imam Buhariu po do të na thonë neve. Në qoftë se a kështu do të jetë besimtari? Besimtari kështu do të jetë. Në qoftë se shoqëria ka dikani i cili ka temperament, me bë sabër, që mos më prishësh në lloj. Me e këshillua, me të kalu situatat, me qeni but, me qeni sjellshëm, me kështu më radhë. Me të kalu situatat. Mirë po. Na dim ndonjëherë, mos tham shumë herë, na ndodh neve ndonjëherë, mos tham shumë herë, që na me qenë të tillë, e cila është e mirë me të tjerët, dhe kur vjen puna te baba dhe te nana, nuk i sabër. Kur vjen puna te baba dhe te nana, di me ngrit zanin, di me qenë i paraspektueshëm, di me ja thy zemrën. A këtë kujdes e ki për tjetër kanë që mos t'ja thësh zemrën se prishet or ta klëki pastaj. Do shta prishet biznes që ki me ta. E mos t'ja prishi zemrën, bën sabër. Dhe kur vjen puna te prindërit, na dim me i thy këto kufi. E Imam Buhariu po do më mëson ne edhe se ata që janë më përparsor dhe më meritor, që na të jemi të respektueshëm, të sjellshëm, të butë, të mirë, të durueshëm ndaj tyre, janë prindërit tanë. Më vonë Imam Buhariu sjell kaptin se duhet me pas sjellje të mirë ndaj prindërve edhe në qoftë se ata janë të bëjnë zullum. Edhe në qoftë se ata bëjnë zullum. Me bë sabër dhe mu sjell mirë dhe bukur me ta. Tha Allahu në Kur'an: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa bil walidayni ihsana." Allahu ka urdhëruar që ju mos ta adhuroni dikant tjetër pos ti dhe me prindërit të silleni mirë. Dhe ka thënë Allahu: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhurojeni vetëm Allahun dhe mos i bani ortak Allahut diçka në adhurim. "Wa bil walidayni ihsana." Dhe me prindërit tuaj silloni mirë. Dhe ka thënë Allahu: "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana." E janë të tregoj juve atë që ua ka obligu juve Allahu. E ajo është që ta adhuroni Allahun, mos t'i bëni Allahut ortak në adhurim dhe me prindërit të silleni mirë. Dhe me prindërit të silleni mirë. Kanë thënë dietarët. Dhe kësi lloj ajete në Kur'an kemi shumë. Ku Allahu xhalla xhelaluhu subhanahu wa taala
në shumë ajete kuranore, hakun e tij e ka lidh me hakun e prindërve. Adhurojeni Allahun, mos i bani shirk Allahut, haki i Allahut dhe me prindërit sillni mirë në shumë ajete kuranore. Dhe në shumë ajete kuranore kena pa aqimus salat wa atu zakat. Falni namazin, jepini zakatin. Falni namazin, jepini zakatin. Falni namazin, jepini zakatin. Ne na tregon e Allahu xhallahu xhallahu se rëndësia e namazit zakat është shumë e madhe në shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe me këto ajete Allahu xhallahu xhallahu e ka lidh, e ka pru bashk hakun e Allahut, pastaj edhe hakun e prindërve. Me na tregon neve se haku i prindërve është shumë i madh. Me na tregon neve se haku i prindërve është shumë i madh. Thot Imam Baghawiu, Allahu më shëroft në tafsir, thot ay birran bihima wa atfan alayhima, ma'nahu wasayna al-insana an yaf'ala biwalidayhi ma yuhsinu. Allahu ka urdhëruar njeriu që të jetë i sjellshëm me prindërit e tij, thot Imam Baghawiu, ti respekton ata dhe të ketë dhëmshmëri për ta. Ti respekton ata dhe të ketë dhëmshmëri për ta. Dhe kuptimi i fjalës së Allahut ka urdhëruar Allahu e ka për qëllim që njeriu të Allahu e ka urdhëruar njeriu që njeriu të mundohet të bën më të mirën për prindërit e tij. Të bën më të mirën për prindërit e tij. Thot Ibn Kathiri në tafsir, Allahu më shëroft, Allahu subhanahu wa taala i urdhëron robërit e tij që të jenë të sjellshëm me prindërit, pasi që i kanë nxit që ta ruajnë dhe të kapën fort për tauhidin. Fa innal walidaini huma sababu wujudil insan, për shkak se prindërit janë shkaktarët e ekzistimit tan. Allahu ata i ka bërë shkaktar që ti sot ekziston, që ti sot je gjallë, që ti sot je këtu. Ata janë shkaktarët. Dhe thot në vazhdim, walahuma alayhi ghayatul ihsan. Dhe njeriu është i obliguar që në kulminacion më të mirën ta bën në raport me prindërit e tij. Fal walidu bil infaq. E tash raporti me babën dhe me nanën, thotë nuk e thirrë. Babës me i dhon parë. Mos me pru punën babë me ty parë, a neve në ndodh. Ti me pas parë full, me pas xhepin me parë. Sa dush, a baba vetë s'ka parë. Neve në ndodh, për fat keq, Allah na përmirësoj gjendjen të gjithëve. Në ndodh neve, me baba pa parë në xhep, aty ki parë. Kjo marrë për neve, kjo turp për neve. Thotë Ibn Kathiri, në raport me prindërit, në raport me babën, bil infaq, me i dhon babës. Çka duhet? Çe. Në raport me nanën, kanë thonë bil ishfaq. Thotë Ibn Kathiri, bil ishfaq. Çka është ishfaq? Me shpreh frikë se po i ndodh diçka. Ishfaq ndaj nanës, do të thonë gjendja jote me qenë gjendje që ti shpreh një farë frikë se po të ndodh diçka, a je në rregull, a je mirë. Do të thonë, sjellja ndaj nanës me qenë atë pikën që me ngishta me ecë ajo. Kjo është dhëmshmëria që duhet me paraqit njëri prej neve, kaqë nanës edhe kujdesi material, edhe dhëmshmëria ndaj babës, mirë po edhe kujdesi material ndaj babës. Kanë thonë dietarët, cili është shkaku i zbritjes së këtij ajeti kuranor? Thuhet që shkaku i këtij ajeti kuranor është rasti i Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu, që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, se këto ajete kuranore kanë zbrit për ngjarjen e Sa'd ibn Abi Waqqasit me nanën e tij. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu ka qenë njeri i cili e ka respektuar shumë nanën e tij. E ka respektuar shumë nanën e tij. Mirpo, kur Sa'd e pranoi Islamin, nana e tij i bante shtypje që ai ta praktikojë Islamin. Halafat Sa'd alla tukallimahu abada hatta yakfura bidinihi wala ta'kula wala tashrab. U betu, u zotu se s'ka me i fol Sa'dit, edhe as kur s'ka me i fol, edhe s'ka me hangër hiç, edhe s'ka me pi hiç, derisa Sa'di nuk e lë fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë nana e Sa'dit i tha Sa'dit radhiyallahu anhu, a e ki parasysh tash me shku të shtëpia dhe mos po të fol nana. Allah i ranash. Ai cili ka ndërgjegje, nuk i rri zemra rahat.
pavarësisht se ka qenë në fenë e shirkut, në fenë e mushrikëve, Saadi është kujdes për ta, ose sjell mirë me ta, e ka respektuar ata. Mirë pa ajo, u zotu që as ka me fol, as ka me hang, as ka me pi, dhe në këtë mënyrë njerëzit kanë me e kritiku Saadin se çysh ti u bën sebeb për nënën tane me qenë këtë gjendje. Do Saadi u mërzit, normal. Dhe nëna e Saadit i tha, tja, as po thun ti që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po ju mëson juve me qenë të respektueshëm ndaj prindërve? Po. Ka thonë, atëherë unë po të urdhnoj që ta lash fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E Allahu xhalla xhelaluhu çka tha? Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Dhe na kena këshillu, e kena urdhëruar njeriu që të cilët me prindërit mirë. Dhe tha Allahu xhalla xhelaluhu: Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Në qoftë se ata polemizojnë me ty, të kundërshtojnë ty, të luftojnë ty, që ti bash shirk Allahut, në atë që ti s'ke dituri, në atë që s'ka urdhëruar ti Allahu xhalla xhelalu, Allah thot: "Fala tuti'huma." Vini re vllazni, edhe ju motra. Allahu si ka thonë, në qoftë se ata çojnë tyje me bë gjuna ose shirk, mos i respektoni ose bëhuni të paraspektueshëm. Ka thonë, mos i ndëgjoni, mos ju nënshtroni të çka vepër, mos ju nënshtroni. Në ajetin që ka thonë, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Dhe në punë të kësaj dunjash sillu mirë me ta. Qëse çon me bë gjuna, mos i ndëgjo. Mos ju nënshtron gjunajin që ta urdhën ata. Po jashtë gjunajit, duhet me respektua. Duhet me respektua. Kanë thonë dietarët. Çka thuni ju? Allahu këtë ajet, shkaku i ajetit, Allah e ka zbrit për Saadin dhe nënën e tij, e cila ka qenë mushrike në këtë zaman. Ka bërë shirk Allahut. Dhe ka urdhëruar Saadin të bëjë shirk Allahut. Dhe ka urdhëruar Saadin që t'i bën mëkat Allahut. T'ia thënë kufit Allahut. Dhe Allahu i ka thënë Saadit, mos ju nënshtron çu urdhër. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, dhe sillu mirë me ta në dunja. Në qoftë se duhet mos sill mirë në dunja, në punë të kësaj bote, çka do të qofshin ato? Në qoftë se duhet me qenë të respektueshëm për prindërit, të cilët janë jo musliman, janë jo besimtar. Mirë, por në punë të kësaj dunja duhet mos sill mirë. Çka thu për nënën tane që e fal namazin? Për nënën tane që ta ka mësuar ty me e fal namazin? Për nënën tane që sabat drej ka këshan ban dua për ty që ti me pas sukses dhe me pas eci për para njëtën tane? Ha? Apo? Edhe në përpasor. Në qoftë se nëna e cila është jo besimtare, u dashka mu sill mirë me ta, u dashka me respektu atë, edhe babën njëjtë ashtu, për babën dhe nënën musliman, është edhe më përparsore. Edhe më shumë na këshillon neve Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të sillemi mirë, që të sillemi mirë ata. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, ka thënë Allah. Dhe në dunja, në punë të kësaj dunjaje, silluni mirë me ta. Pse mos sill mirë me ta? Kanë thënë dietarët. Po kujtoj të mirat që ka bëu ty nëna jote. Kujtoj të mirat që ka bëu ty baba jot. Kujtoj pak të mirat. Qose kini një zëng, kini problem, kini mos marrëveshje, ka ndodhur diçka mes ty dhe prindërve tu. Veç nalu pak, edhe meditoj çastet, momentet kur ata edhe atëherë, edhe tash, edhe në të ardhmen janë të gatshëm gjithçka me dhënë për ty, edhe në çështë ata kundërshtojnë tyje. Qoftë ajo në çështën e fesë. Ka mundësi me të kundërshtuar fenë tënde. Nuk ta dojnë fenë tënde. Nuk ta dojnë besimin tanë. Ama kuron pyetjet ti, për ty e japin shpirtin e japin. Ani pse nuk janë me ty bashkë në fe. Ka mundësi me qenë krishter, ka mundësi me qenë mushrik që i bën shirk Allah, me qenë murted që i kanë bën ridda. Jo kur vjen puna, ti personal në ty, shpirtin e për ty, pasurinë e për ty, gjithçka e për ty. E Allah thot: "Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa." Në dunja su mirë me ta. Kujtoj vetë çastet e mira pak. Kujtoj çastet e bukura pak.
Kujtoj momentet e jetës tënde derisa ti je rrit, ku ti ke pas dhimbje diçka, s'ke pas mundësi ka dhënë nanës, po nana ka për mi kryeta natën. Edhe baba është i njëjtë. Allah po thot, kujtoj këto çaste. Kujtoj këto të mira. Kujtoj këto begati që ata i kanë dhënë për tyje. O sahibhuma fi dunya ma'rufa. Ndonjë si lumit me ta. Çose turnojnë me i bë shirk Allahut, mos i ndëgjo. Mos ju nënshtro. Që Allah ka thonë mos i respekto. Ka thonë mos i ndëgjo. Respekta pet, me po këtu jo. Nuk ka respekt për krijesën në qoftë se aty ka mëkat për Allahun. S'ka respekt. Nuk ka dëgjim, mirë po respekti vazhdon. Pse? Se ata janë apet prindërit e tu. A shejtani thash, shejtani përsërit apet, për shkak se kjo na ndodh neve të gjithëve. Shejtani din me i bë cytje prindërve tanë, që ata me të prej këti në pikën e dopë, dhe ti mos e bë sabër. Atë pikën e njëjtë, me të prej dikush tjetër, ban sabër, s'ka problem. E prindërit dinë me të provokua. Me bë sabër, për shkak se kështu na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Buhariu në hadith që e kanë nxjerrë nga Amr ibn Shejban, thot në ka tregu neve zotëriu i kësaj shtëpie dhe ka bërë me isharet drejt një shtëpie. Wa au ama biyadihi ila dari Abdillah, dhe ka bërë me dorë, me sinjal me dorë nga shtëpia e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu. Qal sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pra Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu thot, e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, cila vepër është më e dashura te Allahu i lartë madhruar? Qal, tha, as-salatu ala waqtiha, namazi në kohën e vet. Kultu thumma ay, Abdullah Mas'udi thot, pastaj i thash, pas kësaj cila është? Qala thumma birrul walidain, tha pastaj respektimi i prindërve. Kultu thumma ay, thot pastaj pyeta cila? Qal, tha, thumma al-jihadu fi sabilillah, pastaj jihadi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kanë thënë dietarët në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Abdullah ibn Mas'udi e ka pyet cila është vepra më e dashur te Allahu subhanahu wa taala. Që na mëson neve kujdesi i sahabeve se si ata janë mundu të arrin kënaqësinë e Allahut. Cila vepër është më e dashura te Allahu? Pse ka pyet për më e dashur? Që të arrijë kënaqësinë e Allahut, që të arrijë dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kanë thënë dietarët, dhe këto është pohimi i cilësisë së dashurisë te Allahu subhanahu wa taala. Se Allahu don, Allahu na dosh të gjithë neve, ya rabbul alamin. Ayul amali ahabbu ila Allah, cila vepër është më e dashura te Allahu i lartë madhruar? فيه تنافس الصحابة على الخير والمسابقة للبر والسمو في طلب الأعمال الصالحة وسؤالهم عن جواء المسائل النافعة. Thot në këtë pjesë të hadithit e shohim garimin se si kanë garu sahabët në veprimin e punëve të mira, se si kanë garu në arritjen e respektit ndaj të tjerëve, se si janë mundu që të ngritën sa më lart në kërkimin dhe veprimin e punëve të mira, dhe se si ata janë mundu që të bëjnë pyetje të shkurta, mi po që përmbledh shumë gjana. Shkurt. Pyetje që i përmbledh shumë gjana. Po ashtu ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon neve se veprat apo degët e imanit nuk janë të gjithë të njëjta. Ka vepra që janë më të vlefshme te Allah, janë më të dashura te Allah subhanahu wa taala, edhe pse të gjitha obligimet që neve na ka obliguar Allahu, i don Allah, mirë po ato dallojnë njëra prej tjetrës. Dallojnë njëra prej tjetrës. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "El-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, a'laha la ilaha illa Allah wa adnaha imadatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman."
Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imani është 70 ca gradë. Më e larta është, më e larta, la ilaha illallah. Më e ulta është largimi i pengesës prej rrugës, edhe turpi është prej imanit. A mund me thonë që në vlerë te Allahu është e njëjtë largimi i pengesës prej rrugës edhe fjala e tauhidit? S'janë të njëjta. Edhe pse të dyjat janë prej imanit, mirë po dallojnë njëra prej tjetrës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë lutur Allahun xhela xhelaluhu dhe janë munduar në maksimum që ata të arrijnë kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut ndaj tyre. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, bëni këtë dua, Allahumma inni as'aluka hubbak. O Allah, unë kërkoj dashurinë tënde ndaj meje. Wa hubba man yuhibbuk. O Allah, unë kërkoj prej teje që të më mundësosh t'i du ata që të dujnë ty. Wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Dhe të mundësosh mua të veproj veprën e cila më afron drejt dashurisë tënde. Më mundësosh mua që të arri të bëj veprën e cila më afron drejt dashurisë tënde. Ka thënë dietarët, te kjo hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i shohim se veprat nuk janë të gjithë të një kategorie. Këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përmendi se më e dashura te Allahu është namazi. A ka diçka më të dëshme se namazi te Allah? Ka, tauhidi është. Po kanë thënë dietarët, shumë prej hadithe dallojnë vakti prej vaktit, vendi prej vendit dhe dallon pyetësi prej pyetësit. Në shumë prej gjërave kur është pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ka dhënë atë që ka pas nevojë personi që ka pyet. Namazi është pas tauhidit vepra më e madhe. Po tash cila është më mirë? Në moment që dikush ka nevojë me ndihmue. Çka do të qoftë ndihmësa? Materiale me parë ose me ndihmu, me ngrit diçka ose ku diçka me ndihmu, ka nevojë. Çka më mirë tash? A është më mirë mulid 2 rekat namaz mi fal? A më ndihmu çtash për nevojën që ka ky personi? Namazi është e para, më e mira, më e dashura. Po në këtë rast, do të ndihmu atina. Në këtë rast do të më ndihmu atina, se tash është nevoja më ndihmuar. Kur e kryen namazin e sabahut, cila më mira, me vë 2 rekat tjera namaz, apo me vë dhikën e mëngjesit, me vë dhikën e mëngjesit. Domethënë në kohë caktuar, vepra e caktuar. Po shumë përgjithësi, namazi është më dashur te Allahu subhanahu wa taala. Thumma qultu, pastaj i thash, cila? Tha respektimi prindve. Dhe pastaj ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam xhihadin. Ka thënë dietarët, pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend xhihadin pas respektimit prindve, edhe pas namazit? Ka thënë قدم برهما على الجهاد لما قال بعض العلماء أنه لا بد من إذنهما للخروج للجهاد. I ka dhënë përparësi dhe ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam respektimin e prindve para xhihadit, për shkak se nuk lejohet me dalë në xhihad pa marrë leje të prindve. Dhe kjo është dispozita. Nuk lejohet me dalë në xhihad me luftu fi sabilillah pa marrë leje prej prindve. E pastaj ka raste të caktuara ku nuk është patjetër me i pyet prind. Ka raste të caktuara ku nuk është patjetër me i pyet prind. Për këtë shkak i ka dhënë përparësi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam respektimit të prindve para xhihadit. Ama thënë dietarët, mos ju shkojmë aty ku ina që xhihadi është vepër nuk ka ku diçka. Ja, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jam urdhëruar që ti luftoj njerëzit derisa të thonë la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ta folin namazin, ta hapin zakatin. Në qoftë se e bëjnë këtë, atëherë e kanë të siguruar gjakun dhe pasurinë e tyre pas me të drejtën e islamit. Pra, xhihadi është dhirwatu sanan, xhihadi është kulminacioni i islamit. Xhihadi është vepra kulm që arrin besimtari me e bë. Mirpo, këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pyetën se për Abdullah ibn Mesudi i dha përgjigjen që ishte për Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu. Ka thënë dietar. Thot Ibn Hajeri, Allah më shiroft. Se ka thënë Ibn Bezize, alladhi yaqtadihu an-nadharu taqdim al-jihad ala jami' al-a'mal al-badani, lian fihi badl an-nafs. Thot, shumë dietarë kanë dhënë parasi xhihadit para punëve të tjera. Pse? Po njëri shpirt në shtëpi. A ka diçka më të madhe, a ka diçka më shtrenjtë për njeriu sa shpirti vet? S'ka. Atë shpirt e jep për Allah.
Do të thonë kjo vepër është vepra më e madhe që mund të më vë njeriu. Ama illa an as-sabra 'ala al-muhafazati 'ala as-salawati wa ada'iha fi awqatiha wal muhafazati 'ala birri al-walidayn amrun lazimun mutakarrirun da'imun la yasbiru 'ala al-muraqabati allahi fihi illa siddiquna wallahu a'lam. Wallahi ka fjalë shumë e madhe. Nuk diskutohet që gjatja është kulminacioni. Pse njeriu e hap më shtrenjtën për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ama me bo sabër për ditë, me i fal namazet në vaktin e vet dhe me dhon hakin namazit. Me bo sabër për ditë në respektim ndaj prindërve, thot këtë vepër nuk mundet me bo pos një njeri besnik ndaj Allahut subhanahu wa taala. A ka mundsi njeriu mund nxit e nxit dikush për me dhon shpirtin për hir të Allahut, nxitet sinqerisht për hir të Allahut, në moment e shpirtin kryhet. Ama për ditë, kur ti bëjë nana 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet, ja nis me të lodh, ja nis me të bë muhabete që o Allahu Akbar, të më bëj sabër, me ndëgjua, me respektua, me apo çefin, e me paraqit dëshmëria për ditë, jo në ditë, për ditë tan ditën. Olet. Olet. Tha Allahu Jalla Jalaluhu, "Wala takul lahuma uff." Wala takul lahuma uff. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shka bardh vazhdim në kaptinat më radh. Wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Tha Allah, edhe prindërve tu mos i thuas uf. Para mëna, as uf. Po diçka tjetër është kësaj. Allahu Jalla Jalaluhu neve na këshillon, na urdhëron që senin më të vogël në raport me prind mos më e bë. Thot nana, o bira, po shkam të në duqanë në likin dhe buk? A, benana dhe ti kuajt. Ti ki me shku apet, ama veç këtë fjallë. A, benana dhe ti. Hajri, inshallah. Sa të pa kujdes shumë, na? Neve në keshtë, më vëllaj është me kajt gjak. Pasha Allah, është me kajt gjak. Neve në keshtë. Hama Allah, mbi shtat ka qenë, po në këshillan, po në urdan. Mos i thuj uf. Mos u shill vrasht, mos i lënda ato shpirtërisht. Dhe thuj atyre fjalë të mira. Veç mirë. Veç mirë. Jo veç mirë që ajo me kuptu që ti veç të apo qefin. Jo, mirë që ajo mu një rahat kur fol me tyje. Wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma. Dhe shtri krahët e tu në mënyrë në shenë rahmeti, mëshirën ndaj tyre. Pse? Allah dhe të regon fund të ajetit. Dhe thuaj, o Allah, mëshiroj ata, qysh ata më mëshirun kur unë isha i vogël. Ata që i kanë fëmijët e vogël, na që i kanë fëmijët e vogël, tash e dinën se ta bje punën fëmija, ta zdi që kam i ba. Ama tje mëshiron. Çka mi bë? E ka, e puth në balë, hajtë. E ka përcen. Qështu bërë me, qështu, njëjtë banë, njëjtë edhe nana me ty ka bë. Njëjtë edhe me ty ka bë dhe prindi, edhe baba. Njëjtë ka bë, njëjtë. Ska po shka me bë. Ja ki punë shpitin të unë, dhe shto, gjallë jemë apet. Qika jemë apet. Osh mu, e ka dhe maksimumin, qysh me të përmisu gjendën tonë. E Allah shka thot, dhe thuaj, o Allah, më shiroj këta, qysh më kanë më shiru, kur unë kam qenë i vogël. Allah më shiroj prindërit tanë, ja Rab. Ka thonë djetarët, pse është shumë e rëndësishme këto dyja, namazi edhe prindërit? Ka thonë djetarët, më ndajja salate fe hua lima siwahu adja. Aj, i cili është i pakujdesshëm ndaj namazit, në raport me Allah, aj, i cili është i pakujdesshëm ndaj namazit, në punë tjera është edhe me pakujdesshëm. Pse? Për namazi është shtylla, namazi është shtylla e islamit. Ai që s'kujdeset për namazin, islami i tij nuk është në rregull. Është me defekte të shumta. Është me defekte të shumta. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë namazi e pengon njeriu prej amoralitetit dhe punëve të këqija.
na vazhdojmë e fol namazin dhe dim se çfarë gjendje kemi. Dhe gjendja jonë na tregon se me namazin kemi defekt. E kanë thonë dietarët, pse i ka dhënë rëndësi pejgamberi sa këtë hadith namazit, se në qoftë se njeriu është i pakujdesshëm në namazin e tij, në punë tjetër është edhe më i pakujdesshëm. Pse? Se kjo ama islamin. Namazit ama islamin tan, fen ta namazi. Dhe kanë thonë, من ضيع بر الوالدين اللذين هما أعظم الناس إحسانا إليه وجميلا سابقا فتضييع حق غيرهما ممن ليس كهلما أولى. Ai i cili është i parespektueshëm, i pasjellshëm me prindërit e tij, të cilat kanë dhënë gjithçka për ta, të cilat kanë investuar më shumë se krejt të ai, të cilat i kanë bërë mirë pa hesab, në të kaluamën, tashmen, qofse janë gjallë, edhe të ardhmen kanë më bë, qofse njeriu ndaj këtyre personave që gjithçka vën për ta është i pasjellshëm, ndaj të tjerëve është edhe më i pasjellshëm. Dhe për këtë shkak Allahu dhe pejgamberi i kanë dhënë rëndësi të madhe namazit edhe respektit të prindërve. Edhe gjova një hutbë vllazni, subhanallah. U shifke hoxha në hutbë që ishte jo arab, dikon në Evropë apo në Amerikë. Edhe fol për gjendjen e tij dhe për gjendjen e nanës tij. Fol që Allahu ja ka mundsuar me pranon Islamin, ka mësuar, është bëhu, edhe kështu me radhë. Thot, a e keni me parasysh se mund ka vdekë nana edhe së mbëj dua për ta? E nis me kajt. A e dini me thot çfarë begati ju ka dhënë Allah? A e dini çka ka dhënë ty Allahu xhel xhelalu që ta ka mundsuar me lind për një babë edhe një nanë muslimane. Shantën e madhe kiti me respektu dhe ndëgjun këtë dunja, po pas dekës së tyre, tja pët mirë ki punë, pse? Ja, rëpë shpëtojnë në nëntejme. Ja, rëpë fale gjunat, ban doa për ta. Dhe të nësume po doa për ta. A e kuptojmë vëzni, subhanallah, farë gjendje, kom pejgamberi sa stemë, ka shku të vari nanës të ti, ka qajtë dhe së një ka lutë Allah. Ka qajtë. Së një ka thonë Allah të fale, pse ka vdekën shirkë. Dhe e kuptojmë na se sa e rëndësishme që na, në qoftë se do të më vë dikujt na davet, në qoftë se do të më vë dikujt na qefin, në qoftë se dikujt nuk do të më aprish qefin, në qoftë se do të më pas kujdes për tabiatin e dikujt na, nana me të shtëpia edhe baba. Mos ti bësh mi davet kërkojnë në ndonjë, për pas prindërit tan, sos më vete. Ku më vete? Këtu do të vë maksimumin. Thotë a keni parasysh që unë s'mu me lutë Allah, s'mu mi thënë Allah, ja, rab falë në nëntem, s'mu me lutë Allah, se ka vdek, krishtere ka vdek. Dhe qëfar begatije, dhe qëfar mirësije kemi na. Me arrit gradat të larta ta Allahu Gjellë Gjellaluhu, me një durim të vogël, me një busqeshje të mirë, me një, dhe njerë 50 dinar, dhe me adhën babas një kafe me pije, me abo qefe, një kafe. Babo, shko pije një kafe me mu, ose hajde pina një kafe bashkë. Mirë, për fat keq, neve në ndodhë dhe në dim shpesh herë me pas vakt për të gjithë, mos me pas vakt për familjen tonë. Me pas vakt me bo qefat krejt njerëzve, e pastaj mas të bëjsh qefin njerëzve, njerëz nuk të bëjnë qefin ty, e ty të veni nati, e ti mërzitesh, e ti bëjsh nervos, ha më knena ki hub kratësin edhe qefin e kujna, e babës tanë, nanës tanë, fëmijëve tu, bashortës tanë, motrës, vllaut dhe kështu me radhë, rrethin tan familjar që ki, që ata janë më përparsorit që na jemi të sjellshëm dhe të kujdesshëm ndaj tyre. Dhe pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam el jihadu fi sabilillah. Tha dhe jihadi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë dietar, dhe këtu është një pikë shumë e rëndësishme. Jo çdo xihad. Jo çdo xihad. Jihadi fi sabilillah. Jihadi për me ngrit fjallën e Allahut, që fjalla e Allahut me qenë ma e larta, dhe fjalla e kufrit dhe besimtarë me qenë ma e poshtra.
Këtë lloj gjihad e ka pas përqen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo si shumica e atyre që bëjnë gjihad sot në kohën tonë, që quajnë ata gjihad e luftojnë për ta ngritur fjalën e kufrit dhe jo besimtarëve, jo fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pas gjihadit në thojzat e tyre vinë me respektim dhe praktikim dhe obligim ndaj të tjerëve me e realizu kushtetutat të ndryshme, jo ligjin e Allahut subhanahu wa taala, jo këtë gjihad. Tha gjihadu fi sabilillah, që na jep neve një pikë të rëndësishme, kujdesi për sinqeritetin. Veprat tona të bëjna për Allahun xhela xhelalu. Në veprat tona mos ketë hise dikush tjetër posa Allahu subhanahu wa taala. Thot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Walau istazadtuhu lazadani." Sikur t'ja kisha shtu pyetjet, kish më shtu përgjigjet. Ta kisha pyet Allah, edhe pyetje tjera, kish më përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në transmetim të Imam Muslimit thot: "Fama taraktu an astazidahu illa ir'a'an alayhi, ay shafaqatan alayhi li alla yas'al." Kjo është më mirë. Lusim Allahun që Allah të mund të përfitojmë për edukatës së sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të përfitojmë shumë pikë këtij libri vëllai. Ai i cili e mëson ç'ish duhet ç'ket libër, edhe e praktikon ç'ish duhet ç'ket libër, është i ngjajshëm me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është i ngjajshëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam moral. Kjo ka qenë morali i tyre. Thot Abdullah ibn Mas'udi, me transmetim, sikur ti kisha shtu pyetjet, kish mund përgjigj. Te Imam Muslimi thot, nuk i braktisa pyetje tjera për diçka tjetër, jashta se nuk dashta ta mërziti, ta lodhi. Ka thënë dietarët, dhe këtu e shohim kujdesin e sahabëve, se si ata janë kujdes që mos ta mërzisin pejgamberin sallallahu. Pse? Se ka njerëz ta lodh kryen, ta lodh. S'le rahat. Ti i paraqet prej muhabetit, për hoxha, në këtë rast, ose pejgamberi sallallahu, i paraqet, i jep sinjale që po du me esos muhabetin dhe me ecë. Si merr vesh sinjalet. Edhe një pyetje tjetër, edhe një tjetër. A të na është më e keq që ta bën edhe pyetjen, edhe vetëm sa fillon me dhënë përgjigje gjysate. Edhe ti të shmengu të ankon. Edhe pyetje të bën, edhe përgjigje të jep. Edhe pyetje, edhe përgjigje. Edhe pyetje, edhe përgjigje, edhe ti jep që është të bëllë si huti, vesh të e këshirë. Tamam. Dhe në fund të shmi thonë, po se jo veç. Çka tha Mesudi? Nuk dashta me bëu shumë pyetje mos ta lodhe. E ka po? Kry. Ta kisha pyet më përgjigje. Dhe ka thonë dietar, dhe këtu është mësimi edhe për xhallart. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka shtu diçka tjetër për vetes. Çka ka pyet, çka ka thënë. Për namazin. Ka mundësi edhe për diçka tjetër më fol. Po ka thënë dietar, këtu e këshyr i pyeturi, ka rast hoxha, ja këshyr gjengjen, personit i fjalë. A ka nevojë me shtu diçka, s'ka nevojë. Atë më dhon vetëm atë që është kërkuar. Këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i dha vetëm atë që e ka kërkuar. Hadithi tjetër nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rida rabbi fi rida al-walidi wa sakhatu rabbi fi sakhati al-walidi. Hadith sahih. Malima. Çka hadith? Është i saktë. Dëgjoni mirë. I tham këto fjalë vetes edhe juve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve. Hidhrimi i Allahut është te hidhrimi i prindërve. Nëse baba edhe nana nuk janë të kënaqur, as Allah nuk e kënaqur. Mirë, po këtu me një kusht. Mos tjetë pa kënaqësia e tyre ndaj teje, nëse ti nuk i bën gjëna Allahut. Këtu jo. Në punë tjera, jashtë mëkateve, në pas shumë kujdes. Këtu pejgamberi se më ka përmend babën. Kënaqësia e Allahut është kënaqësia e babës. Hidhrimi i Allahut është hidhrimi i babës. Ka thënë dietar, nana është edhe më përparësor. Që shka marrë në hadith, një dhe nashmi, inshallah. Se pejgamberi se ka thonë sahabijët, kanë të respektoj nana, pastaj babën. Vallahi be babën dime e zonë gjumin e, ama nana nuk e se gjumi. Baba din me thonë, unë e shkova në dhëmë tjetër se nëjse jam punë, në e fisnike, ama nana, edhe ajo nëjse ka punë, edhe ajo nëjse duk një këtë punë të shtëpis, ama dhe nuk e se gjumi. Nuk mundet me ra shpirti i nanës rahat,
e me pas fëmijën e smut. Hebe sa më tha, nana, pastaj baba. E të kemi kujdes, se këtu pejgamberi sa nuk ka dhënë doni detaj, e ka përgjithsu fjalën. Kujdes, mos t'i hidhrojna babën edhe nanën. Çka do qoftë ajo? E kam përmend një rast, ai sahabiu. Baba i ka kërku pare, si ka dhënë? Ka shku o shanku të pejgamberi. Ka thonë pejgamberi, edhe ti, edhe pasunia jote ndër vështa. Kujdes, mos na mëse hatën nëse baba na lyp punë, na lyp pare. Na lyp shërbim, mos ta bina punën me lyp shërbim prej neve, po na me qenë shërbim pa lyp ata prej neve. Na me di gjendën e tyre të shekan dhe na timi shërbim të tyre. Jo me grupun me thënë, a i kinja 1.000 denar? Që na ndodhë ne, vallaj na falt. Që atë du mi thonë vetës, që e lojtokë edhe hinë mrejna. Se ti ki pru punën ti sultari kësaj dunjas, ti me pas pare, ba mëse pas pare. Ti me pas pare, na mëse pas pare. Ama ti se ve punën, ti me pas pare, gruja mëse pas pare. Ja, ma edhe ti ki pare dhe gruja pa pare. Ama baba dhe nana, hajdi se këta na falin neve, jo. Me bo me dek nana dhe baba duke qenë pak nashëm e tyre. Çka bëhet me neve? Lusim Allah që Allah të në falë më katët tona. Lusim Allah që Allah të në bënd të jemi të kujdesshëm në maksimum në respektimin e prindërve tanë. Lusim Allah që Allah të në mëson maksimumin të japim në respektimin e prindërve. Në mëson Allah që prindërit tanë të dalë për kësaj bote duke qenë të kënaqur me neve. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.